800 vite islam në Spanjë. Historia e harruar e Andaluzisë që ndryshoi Evropën. Në jug të Evropës, në një tokë të pasur me histori dhe kulturë, ndodhet një vend që për më shumë se 8 shekuj ishte dëshmitar i një prej qytetërimeve më të mëdha të mesjetës. Ky vend quhej Andaluzia. Sot kur vizitojmë qytetet e Spanjës, si Cordoba, Granada dhe Sevilla, ende mund të shohim gjurmët e një epoke që ndryshoi përgjithmonë historinë e Evropës. Ishte viti 711, kur ushtrit muslimane të udhëhequra nga komandanti Tariq ibn Ziyad kaluan ngushticën që sot njihet si Gibraltari, Gjebelut Tariq, kodra e Tariq ibn Ziyad, dhe hynë në gadishullin Iberik. Brenda një periudhe të shkurtër, pjesë të mëdha të Spanjës ranë në sundimin musliman. Por ajo që ndodhi më pas nuk ishte vetëm një histori pushtimi, ishte fillimi një periudhe të re të zhvillimit kulturor, shkencor dhe ekonomik. Qytetet filluan të rriteshin, u ndërtuan rrugë, ura, sisteme ujitje dhe qendra të mëdha të dijes. Andaluzia u bë një urë lidhse mes botës islame, Evropës dhe trashëgimisë së lashtë greko-romake. Në një kohë kur shumë pjesë të Evropës ishin ende në zhvillim, disa qytete të Andaluzisë ishin ndër më të përparuarat në botë. Në zemër të Andaluzisë ndodhej një qytet që u bë simbol i dijes dhe madhështisë. Ky qytet ishte Cordoba. Gjatë shekullit të 10, Cordoba u shndrua në një nga qendrat më të mëdha të botës. Ishte një qytet me mira rrugë, tregje të zhvilluara, kopshte të bukura dhe ndërtesa madhështore. Por pasuria më e madhe e Cordobës nuk ishte ari apo arkitektura, ishte dija. Në qytet u krijuan biblioteka të mëdha, ku ruheshin mira libra mbi mjekësinë, filozofinë, matematikën, astronominë dhe letërsinë. Dietarët nga vende të ndryshme udhtonin drejt Andaluzisë për të mësuar dhe për të shkëmbyer njohuri. Një nga trashëgimitë më të mëdha të kësaj periudhe ishte zhvillimi i shkencës. Mjeku i madh Al-Zahrawi kontriboi në zhvillimin e kirurgjisë dhe shkroi vepra që u përdorën për shekuj. Filozofi dhe mjeku Ibn Rushdi ndikoi fuqishëm në mendimin filozofik evropian. Shumë ide dhe libra të ruajtur në Andaluzinë islame më vonë u përhapën në universitete evropiane. Arkitektura, kultura dhe trashëgimia e Andaluzisë. Kur flasim për Andaluzinë, një nga pamjet më mahnisëse që na vjen në mendje është Alhambra e Granadës. Ky pallat madhështor është një nga shembujt më të bukur të arkitekturës islame në botë. Muret e tij, kopshtet, fontanat dhe dekorimet tregojnë një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj bukurisë dhe artit. Por Andaluzia nuk kishte vetëm ndërtesa të bukura. Ajo ishte një shoqëri ku zhvilloheshin shumë fusha të jetës. Bujqësia përparoi përmes sistemeve të reja të ujitjes, u kultivuan kultura të reja bujqësore, tregtia u zgjerua dhe qytetet u bën qendra ekonomike. Në shumë periudha muslimanët të krishterët dhe hebrejt jetuan në të njëjtat qytete dhe patën shkëmbime kulturore. Përkthyesit punuan për të kaluar libra dhe ide nga një gjuhë në tjetrën. Kjo ndihmoi që shumë njohuri të lashta të arrinin te Evropa dhe të ndikonin në zhvillimin e saj. Andaluzia ishte një vend ku kultura të ndryshme u takuan dhe krijuan një trashëgimi që vazhdon edhe sot. Asnjë qytetërim nuk zgjat përgjithmonë. Pas disa shekujsh fuqie, territoret muslimane në Spanjë filluan të zvogloheshin. Mbretëritë e krishtere në veri të gadishullit Iberik filluan një proces të gjatë zgjerimi që në histori njihet si Reconquista. Me kalimin e kohës, shumë qytete të Andaluzisë ranë nën kontrollin e mbretërive të krishtere. Në vitin 1492, Granada, qyteti i fundit musliman në Spanjë, u dorëzua. Ky moment shënoi fundin e sundimit politik në gadishullin Iberik dhe fundin e udhëheqjes së muslimanëve pas rreth 800 vitesh. Por historia e Andaluzisë nuk përfundoi aty. Trashëgimia e saj vazhdon të jetojë. Ajo shihet në arkitekturë, në gjuhën spanjolle, në bujqësi, në shkencë dhe në kulturën e sotme evropiane. Në mbishkrimet arabeska, Andaluzia na kujton se qytetërimet nuk maten vetëm me kohën që sundojnë, por edhe me gjurmët që lënë pas. 800 vite islam në Spanjë nuk janë vetëm një kapitull e historisë, janë një dëshmi e fuqisë së dijes, kulturës dhe përpjekjes njerëzore për të krijuar diçka që reziston kohës. Andaluzia mbetet një histori e harruar nga shumë njerëz, por një histori që ende flet përmes gurve, librave dhe monumenteve të saj.